Përshëndetje. Ndikimet dhe favorizimet për sa përket kësaj dite të shtunë, datës 28 mars 2026. Kemi një ndikim fantastik planetar. Kemi Mërkurin në një trekëndësh që bën me Afërditën nga dreka, ku na jep mundësi në zgjidhje të problematikave nga më të mëdha që mund kemi me punën tonë. Ndikohen shumë shenjat e ujit, një ndikim fantastik, sepse ndikimi që ka të bëjnë, kemi shenjës e binjakëve dhe të ajrit gjithashtu, binjakët sepse Mërkuri është guvernatori i binjakëve, kemi gafore në anën tjetër shenjës ujit, sepse ndikimi që ka të bëjnë është mundësia dhe koha e artë, por gjithashtu kemi të bëjmë dhe me peshore, kemi të bëjmë dhe me peshk të dedicit të tretë, ku kanë mundësi dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat. Është koha dhe momenti, është periudha dhe ndryshimi. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi dhe periudhën që ndodhin gjërat të rëndësishme për nga ana e pozitivitetit dhe çështjeve të rëndësishme në vazhdimsi. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së shtunë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet e juara,